Pas shumë kohësh Dardan Molliqa jam syu zyrës së selisë qendrore të vetëvendosjes. Letrën që e kishte në dorë kishte për qëllim ta dorëzoj në recepcion, por nga policia nuk u lejua që të hynte brenda duke respektuar kërkesën e zyrtarëve brenda. Në polici për pengoni futën ty, apo? Antar të lëvizjes vetëvendosje ish bashkëpunëtor të Molliqait, madje as nuk dolën jashtë për ta marrë letrën. Andaj Molliqai tregoi për mbajtjen e saj pak metra larg derës. Kosova ka nevojë për debat. Edhe erdha sot me ftu vetëvendosjen në debat, para zgjedhje, për ide, për diskutime, jo për pazare, qysh diskutojnë me Lumirin, me Bedreun e me të tjerët. Këta qasin e tillë kërkuese e sfiduese ndaj partisë më të madhe thonë se do ta vazhdonin edhe nëse do hyjnë në kuvend për çka janë në garë. Qysh i shkuam sot zyre të partisë, do t'i shkojmë zyre të komisioneve, të qeverisë, të ministrave, nuk ka me pas më qeverisje të qetë, sepse nuk ka më opozitë formale e të pazare. Pas dështimit për dorëzimin e kërkesës, PSD përfundoi aksionin simbolik derisa nga lëvizja vetëvendosje nuk doli askush që t'u kthej përgjigje.